Përgatitet zoti Sali Berisha. Zoti Hoxha 7 minuta, zoti Sali Berisha 10 minuta. Zoti kryetar, të nderuar deputet, dëshiroj që në krye të herës të përshëndes organizimin e kësaj seance debati për çështjen më madhore kombëtare, si dhe nismën për miratimin e një rezolute të posaçme me një tekst konsensual mbi rëndësinë e procesit dhe rolin kyç të Parlamentit në mbështetje të objektivit dhe projektit gjithëpërfshirës kombëtar. Kjo rezolut, nëse miratohet dhe shpresoj të miratohet me konsensus, i bën nder kuvendit, i bën nder vendit. Do të përqendrohem shkurt në disa aspekte kryesore nga këndvështrimi i përgjegjësive të Ministrisë që drejtoj. Konstatimi i parë që prej miratimit të raportit progresit, qëndrimi i Bashkimit Evropian ndaj zgjerimit nuk ka ndryshuar. Ai mbetet një Ju lutem mbani qetësi, ju lutem. Zini vendet dhe mbani qetësi të dëgjojmë zotin ministër. Që nga miratimi i raportit progresit, qëndrimi i Bashkimit Evropian ndaj zgjerimit nuk ka ndryshuar. Ai mbetet në themel një nga prioritetet strategjike të BE-s dhe nevojë për më shumë stabilitet dhe siguri. Natyrisht dhe mbështetja për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor mbetet e gjerë dhe e konsoliduar. Konstatimi i dytë është se marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare nuk kanë qenë asnjëherë më të ngushta, më konkrete, më përmbajtësore dhe më premtuese se sa sot. Në bazë të kësaj marrëdhënie natyrshëm qëndron procesi i negociimit për anëtarësimin, një proces, siç u tha, me të drejtë i bazuar në merit, ku rezultatet konkrete dhe reformat reale mbeten kriteri i vetëm i vlerësimit nga Bashkimi Evropian. Konstatimi i tretë ka të bëjë me progresin domethënës që ka bërë Shqipëria, dhe fal punës administratës publike, angazhimit të ekipit negociator, vullnetit politik të përgjithshëm në këtë vend dhe mbështetjes së partnerëve tanë evropian, vendi ka avancuar, siç e dinë të gjithë, me një ritëm të përshpejtuar, të pazakontë dhe absolutisht të vlerësuar. Shqipëria e ka konsoliduar sot pozicionin e saj në një nga dy vendet paralele të progresit të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor së bashku me Malin e Zi. Sa herë, kudo ku flitet për zgjerimin në Ballkanin Perëndimor, përmendet detyrimisht edhe Shqipëria. Përmendet dhe objektivi ynë për të mbyllur negociatat teknike brenda vitit 2027 dhe për të antarësuar në BE në horizontin 2030. Zyrtarët më të lartë të BE-s, përfshirë shtetet anëtare, kanë theksuar në mënyrë të përsëritur her pas here se duhet ruhet, se nëse ruhet ritmi aktual i reformave dhe i përmbushjes së standardeve, ky objektiv i antarësimit të Shqipërisë në vitin 2000 brenda periudhës 2030 është absolutisht i arritshëm. Natyrshëm, Ministria që drejtoj ka intensifikuar dialogun politik me institucionet evropiane dhe shtetet anëtare në funksion të këtij procesi. Dhe më lejoni të theksoj se procesi kryesor aktual është ai natyrisht i shqyrtimit të raportit të Komisionit Evropian për piketet e mjetme dhe ky proces, ndryshe nga sa dëgjohet apo thuhet dhe shkruhet në arenë publike, as nuk është bllokuar, as nuk është ndaluar, as nuk është vetuar nga ndonjë shtet anëtar. Përkundrazi, ai ka vëmendjen dhe angazhimin maksimal nga të gjitha vendet anëtare, të cilave ne duhet të jemi shumë mirënjohës për vëmendjen që i kanë kushtuar. Duhet të theksoj gjithashtu se si çdo vend kandidat, Shqipëria nuk është e pranishme as pjesë formale e diskutimeve të brendshme mes Komisionit dhe shteteve anëtare në grupin e punës për zgjerimin. Shqipëria, si çdo vend tjetër kandidat, do të jetë në tavolinë vetëm kur të bëhet vend anëtar. Dhe siç kemi bërë gjithnjë, mendoj se duhet jemi të duruar dhe të presim vendimin e vendeve anëtare. Ajo që po bëjmë aktualisht është një aktivitet intensiv në politik, diplomatik, në Tiranë, në Bruksel, në qytetet evropiane dhe në forumet ndërkombëtare për të forcuar mbështetjen për vendin dhe për procesin dhe në mënyrë të veçantë për të ruajtur ritmin, besueshmërinë dhe integritetin e procesit të zgjerimit. Të nderuar deputet, është e natyrshme që sa më shumë avancojmë, aq më të mëdha bën dhe përgjegjësitë dhe pritshmërisë për nesh. Për këtë arsye, procesi i integrimit duhet të mbështetet në një klimë më konstruktive dialogu politik dhe nga një gjithëpërfshirje më gjerë shoqërore. Partnerët tanë evropianë e konsiderojnë shumë të rëndësishëm përmirësimin dhe forcimin e dialogut politik, përfshirjen e të rinjve dhe të grupeve të tjera të interesit dhe rritjen e komunikimit publik mbi procesin e antarësimit dhe domethënien e tij për qytetarët. Dhe këtu do të bëja një sqarim. Të gjitha ato që ne i quajmë kushte apo angazhime janë absolutisht publike. Nuk ka asnjë të fshehur nga ato që quhen kushte, sido që duam t'i quajmë, apo angazhime, sepse pas çdo konferencë ndërqeveritare, pozicioni i përbashkët i Bashkimit Evropian është bërë publik. Është për këto që do ta konsultojë në faqen përkatëse të Komisionit Evropian. Unë pajtohem me idenë se në këtë fazë integrimi evropian nuk mund të mbetet vetëm një proces institucional dhe teknik.
Ato aspekte janë absolutisht të paevitueshme, por ne duhet të punojmë bashkë që ai të jetë një projekt kombëtar dhe shoqëror që kërkon angazhim të përbashkët, siç ishte rezoluta e sotme. Po e mbyll zoti kryetar duke theksuar që në një proces kaq të rëndësishëm për të ardhmen e vendit, është absolutisht imperative që të gjithë, pavarësisht nga dallimet politike, pavarësisht nga qasjet e ndryshme, të bëjmë gjithçka për të maksimalizuar mundësinë reale që Shqipëria ka sot për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 dhe për të bërë vend antar i BE-s në horizontin 2030. Procesi i negocimit po bën pikërisht këtë, të avancojmë në çdo fushë, përfshirë në ato ku ka nevojë për më shumë, më mirë, më shpejt, siç rekomandohet me drejt në progresin e raportit të vitit kaluar. Ky është një investim strategjik për Shqipërinë dhe të nesërmen, për një vend më të fortë, më demokratik, më të zhvilluar dhe më të sigurt. Është një angazhim që u shërben të gjithë qytetarëve, veçanërisht fëmijëve dhe trinjve që do të jenë qytetarët e nesërm të Bashkimit Evropian me më shumë mundësi, siguri dhe dinjitet. Kjo është sfida dhe përgjegjësia jone e përbashkët. Ju falenderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Salim